Ish deputetja dhe tashmë zyrtarja e lartë në kabinetin e presidentes Osmani, Donika Kadaj Bujupi, njihet për pasionin e saj ndaj natyrës dhe ecjes. Në një postim të fundit, ajo është shfaqur në një nga këto ecje grupore duke tërhequr vëmendje me pamjen e kuruar. Fotografia tregon Donikën të veshur në mënyrë sportive duke shijuar ajrin e pastër dhe peizazhin përreth. Pavarësisht aktivitetit fizik, ajo shfaqet në formë të shkëlqyer me grim në nivel. Kjo paraqitje e saj ka treguar edhe një herë balancën që ajo ruan mes punës dhe jetës personale, duke përçuar mesazhin e kujdesit për mirëqenien fizike dhe mendore.